تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe e shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka e udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, i lidur vitin 194 dhe i vdekur në vitin 256. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, djetarët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim, autori ka thonë babu ad-duai idha baqiya thuluthul lejl. Dhe më thonë, temë që ka të bëjë me lutjen kur mbetet 1/3 e fundit e natës, ose pjesa e 3 e natës. Ka thonë, haddathana Ismail, قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال pra me këtë zinxhir nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir ose akhir. Dhe më thanë, zbret Zoti ynë, i lartësuar dhe i madhruar, në secilën natë, në qiellin më të ulët të tokës, kur mbetet 1/3 e fundit e natës. Fe yaqul, dhe thot, men yad'uni fa astajiba lah, wa men yas'aluni fa u'tiya. Dhe thot, kush më lutet që t'i përgjigjem, kush më kërkon që t'i jap, wa men yastaghfiruni fa aghfir lah, dhe kush kërkon falje që ta fal. Pra ky hadith është hadith sahih që flet për një çështje madhështore dhe flet për një veti, cilësitë e Allahut dhe veprat e Allahut subhanahu wa taala, që është zbritja, dhe flet për vlerën e kësaj pjese të natës dhe vlerën e adhurimeve dhe lutjeve në këtë pjesë. Ka thënë pra, Zoti ynë i madhruar dhe i lartësuar zbret në qiellin më të ulët të dunjas. Se siç është vërtetuar në librin e Allahut, në ajete të shumta dhe në hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu ka krijuar 7 qiell, njërin mbi tjetrin. Do të thonë përmi tokën ka ndërtuar Allahu 7 qiell, njërin mbi tjetrin. Dhe përmi 7 qiejt është kursia, dhe përmi kursien është froni Allahut, arshi, dhe përmi arshin është Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, në këtë hadith, pra kjo është një cilësi e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu është i lartësuar me lartësi absolute mbi krijesat e tij. Lartësi e plot, që nuk ka, do më thënë, për komentim edhe dyshim në të, si bajnë disa për çështjen e tokës e kështu me radhë. Do më thënë, lartësia e Allahut është lartësi absolute në secilin aspekt. Edhe lartësia e qenjes së tij
edhe lartësia e pozitës së tij, edhe lartësia e fuqisë dhe pushtetit të tij. Do të thonë, ai është i lartësuari dhe i larti në secilin aspekt. Dhe lartësia e qenies së tij, po ashtu është lartësi absolute në secilin aspekt. Do të thonë nuk lejohet të mendoj dikush ndryshe. Thot, pra zbritja, pastaj do të thonë në këtë hadith thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam se Allahu zbret në qiellin e parë të më të ultin, do të thonë fjala dunya do të thotë më i ulti, pra qielli i parë i tokës, secilën natë zbret në pjesën e tretë të natës. Kjo zbritje, pra ne pohojmë dhe besojmë ashtu si është përmendur në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu zbret me zbritje që i takon madhrisë së tij, ashtu si i takon atij, dhe kjo nuk ka përngjasim, do të thonë me krijesat, pa përngjasim me krijesat dhe pa dhënje të shembujve. Do të thonë Allahu zbret si do ai, megjithse do të thonë lartësia është cilësi e pandashme e tij absolute. Do të thonë kjo është prej cilësive të Allahut, të cilat ne i flasim ashtu si i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe i besojmë ashtu si i ka shpallur ai, pa futje, do të thonë, të logjikës, analizës, shembujve, krahasimit e kështu me radhë. Se në lidhje me cilësitë e Allahut kemi tre grupe të njerëzve. Grupi i parë, ata të cilët e kanë mohuar kuptimin e fjalëve, kuptimin e cilësive të Allahut. Do të thonë edhe këta janë dy grupe, do të thonë një grup që e mohojnë kuptimin, edhe thonë kur vjen kjo fjalë, si për shembull ky hadith, thonë nuk e ka kuptimin, nuk e ka këtë kuptim që shihet dhe nuk dim asnjë kuptim për të. Këta quhen mu'attila, do të thonë mohues ose zbrazës të kuptimit. Do të thonë ekziston vetëm fjala, e themi fjalën, po ajo fjalë nuk ka asnjë kuptim. Pra edhe siç është do të thonë në këtë hadith, Allahu zbret, ata thonë se kjo fjalë nuk ka domethënie. Do të thonë ne e themi se Allahu zbret, mirë po nuk ka asnjë domethënie. Edhe ky është njëra prej rrugëve më të këqija në lidhje me besimin në cilësinë e Allahut. Pastaj grupi i dytë ose lloji i dytë prej grupit të parë janë ata të cilët i japin kuptim tjetër. Do të thonë mohojnë kuptimin e parë me të cilën ka ardhur cilësia dhe i japin një tjetër. Për shembull kur thuhet kur vijnë argumentet e Kuranit dhe Sunetit, ku përmendet dora e Allahut, ata thonë dora nuk do me thonë dorë, por do me thonë dhunti, ose do me thonë fuqi, ose do me thonë do thotë mirësi, pra japin tjetër kuptim. Dhe këta quhen gjithashtu ehlut tahrif, do me thonë të parët ishin ta'til, do me thonë që bëjnë ta'til, zbrazje të kuptimit, kurse këta tahrif, që do me thonë shtrembrim, ose ndryshim të kuptimit. Megjithse ata i thonë kësaj ta'wil. Edhe këtë duhet ta mbajmë mend kur të flasim për rrugën e saktë, si mohohet, do të thonë kur mohohet dhe kur pohohet fjala ta'wil. Se pra siç e sqaruam, kjo që bëjnë ata është ndryshim ose shtrembrim, që do të thonë tahrif. Kurse ata i thonë kësaj ta'wil, që do të thonë shpjegim, komentim, do të thonë i cilësisë. Mirë po, shpjegimi nuk është i saktë. Do të thonë shpjegimi është dhënë pa u bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Nga ana tjetër, grupi i kundërt me këta janë ata që e teprojnë në lidhje me pohimin, do të thonë sepse ata ose bëjnë përngjasim, do të thonë që e krahasojnë ose përngjasim dhe përngjasim mes Allahut dhe krijesave. Tashbih, fjala tashbih, do të thonë përngjasim, që do thotë se thonë se
qëndrimi i Allahut mbi arsh është si qëndrimi i njeriut, ose është të folurit e Allahut si të folurit e njeriut, ose fytyra e Allahut si fytyra e njeriut edhe të ngjashme. Edhe devimi i tyre është i qartë, domethënë, sepse Allahu ka thënë lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, domethënë se Allahu nuk është asgjë. Asgjë nuk i ngjet Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu krijuesi i krijesave nuk u ngjet krijesave të tyre. Dhe grupi i dytë, ose lloji i dytë prej këtij grupi, është ata që bëjnë, japin shembull, ose japin, domethënë japin një formë të caktuar. Thonë Allahu zbret, ose dora e Allahut është në këtë dhe në këtë mënyrë, ose në këtë formë. Dhe thonë zbritja e Allahut është në këtë mënyrë, ose në këtë formë. Jo për ngjasim, por për shkrim dhe dhënie shembuj për Allahun subhanahu wa taala. Të dy këto aspekte, me këto 4 lloje të grupeve, janë devijime në njërën anë ose në anën tjetër. Dhe e vërteta është ajo që është rruga e Ahlus Sunna wal Jamaa, rruga e selefëve, dhe është akidja selefie, domethënë që është mesatare dhe nuk është në asnjërin prej këtyre ekstremeve. Domethënë, te Ahlus Sunna wal Jamaa ne themi i pohojmë cilësitë e Allahut, ashtu si kanë ardhur, pa e mohuar kuptimin dhe pa e ndryshuar atë. Domethënë në aspektin e parë, ne nuk bëjmë ndryshim të domethënies dhe e kuptojmë, domethënë ashtu si është përmendur. Pra pa mohim dhe pa ndryshim, dhe gjithashtu nga ana tjetër pa përngjasim dhe pa përshkrim, pa dhënie shembuj, do thotë. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala na ka shpallur, domethënë në këtë rast përmes sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ka shpallur se zbret, por nuk na ka shpallur si zbret. Edhe prandaj nuk ka mënyrë që njeriu të arrijë te kjo dituri. Nuk ka asnjë mënyrë, domethënë që ta di se si është qëndrimi i Allahut mbi arsh, ose si është fytyra e Allahut, ose si është dora e Allahut, ose si është zbritja e Allahut, ose si është folurit e Allahut. Domethënë nuk ka ndonjë mënyrë për të arritur te kjo dituri. Dhe mënyra e vetme për ta njohur Allahun subhanahu wa ta'ala është shpallja prej tij, që është Kurani, libri i Allahut, dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë hadithet e sakta. Këto janë argument kur bëhet fjalë për besimin në Allahun dhe për njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kur Ahlus Sunna wal Jamaa ose selefit, domethënë e thonë këtë në lidhje me formën ose mënyrën, kjo nuk do të thotë mohim i formës ose mënyrës, sepse këta, domethënë që ndryshojnë cilësitë, i përshkruajnë selefëve, do thotë ja mveshin selefëve një besim që është gabim në të gjitha aspektet. Ose thonë se selefët bëjnë tefwid, do të thonë që thonë ne e themi fjalën, por nuk e dim cili është kuptimi i saj. Edhe kjo thamë është rrugë e atyre e mohuesve ose zbrazësve të kuptimeve. Nuk është rruga e selefit. Prandaj kur kanë thënë selefët kanë thënë min ghairi ta'wil ose la nu'awwil ose la tu'awwilu, do të thonë mos e komentoni. Qëllimi është komentimi me ndryshim të kuptimit. Do të thonë kur Allahu thot Allahu zbret, ti mos komento, çka thonë mohuesit e cilësive të Allahut, thonë qëllimi është zbret mëshira e Allahut. Ose thonë zbret një melajke me urdhrin e Allahut, ose zbret falja e Allahut. Do të thonë me këto domethënie e komentojnë, ata i thonë komentim. Prandaj e përmenda, do thotë ai është ndryshim i kuptimit. Dhe ata i thonë komentim. Dhe selefët i kanë thonë mos e komentoni. Do të thonë mos i jepni tjetër domethënie. Pra emirruha kema jaat, kanë thonë kalojini ato si kanë ardhur. Do të thënë ka ardhur se Allahu zbret. Ne themi se Allahu zbret. Dhe nuk e mohojmë kuptimin. Ne e kuptojmë
çka do të thotë zbritje, dhe Allahu subhanahu wa taala u ka fol njerëzve me gjuhë që e kuptojnë. Edhe ka thonë dhe e ka emërtuar bilisanin arabiyyin mubin, do të thonë ka folur në gjuhën arabe sqaruese. Pra fjala mubin do të thonë që e bën të qartë atë që thuhet. Ajo që është për qëllim të thuhet është e qartë. Dhe gjithashtu në lidhje me përshkrimin e formës ose mënyrës, pra thonë këta kelamistët që i mohojnë cilësit, thonë se selefët e kanë mohu kejfijen, do të thënë e kanë mohuar formën. Dhe kjo nuk është e vërtetë gjithashtu. Selefët nuk kanë mohu, nuk kanë folë, do të thënë që nuk ka formë. Allahu ka fytyrë, pa ajo nuk ka asnjë formë, ajo fytyrë. Nuk kanë thënë ashtu, por kanë thënë ne nuk i përshkruajmë formë. Ne nuk flasim, do të thënë sepse ne nuk e kemi atë dituri. Pra, kjo është qëllimi i rrugës së selefëve. Se i kuptojmë fjalët dhe e marrim vesh tamam domethënien e cilësive që janë përmendur, por nuk dim më shumë se sa ajo që është përmendur. Do të thënë dim vetëm këtë, se Allahu ka thënë wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Do të thënë njerëzit nuk mund të arrijnë asgjë prej diturisë së tij, përveç atë që do Allahu. Atë që ka dashur Allahu ta dim, atë ka shpallur. Tjetrën që nuk e ka shpallur, ne nuk mund të arrijmë asnjëherë me asnjë lloj mënyre. Prandaj i besojmë cilësive të Allahut ashtu si kanë ardhur, me domethënie të plot, me kuptim të qartë. Pra Allahu ka folur me fjalë të qarta dhe nuk shkojmë më shumë se kjo. As nuk e ndryshojmë kuptimin, nuk e komentojmë me diçka tjetër, as nuk i japim shembuj Allahut. Allahu ka thënë wala tadribu lillahi al-amthal. Do të thënë mos i sillni Allahut shembuj. Edhe gjithashtu nuk e përngjasojmë lejse kemithlihi shay'un. Edhe deri në fund të argumenteve të qarta prej librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi pa dhe kemi dëgjuar prej këtyre kelamistëve mohuesve të cilësive të Allahut që thonë se kur e përmend një fjalë, do të thënë, ata thonë kur e përngjason, çdo herë shembuj të japin për përngjasim. Thonë kur ta përngjasosh dikon, do të thënë, nuk kupton, patjetër nuk kupton përngjasim. Edhe është rënd për ta thonë, mirë pa ta kanë sjellë një shembull shumë të ulët, do të thënë dikush prej hoxhallarëve, ka thënë nëse i thu dikujt o gomar për shembull, edhe i thu nuk të përngjasoj. Kështu, do të thënë këto janë argumentet e tyre kundër akides selefie. Pra nëse i thu dikujt o gomar, do të thënë ai do të ofendohet se ti e ke përngjasu. Pra nuk mund t'i thush se nuk të përngjasoj me gomarin. Allah na ruaj. Dhe kështu thonë nëse ti thu që Allahu ka fytyrë, do të thënë me do e mos e ke përngjasu. Dhe kjo nuk është e vërtetë, do të thënë as me Kur'an dhe Sunet, as me logjikën e shëndosh. Si që ka e vërtetë me logjik, do të thënë kur ka gjëra të shumta që e kanë emrin e njëjtë, edhe e kanë realitetet krejtësisht të ndryshme. Kjo, pastaj në Kur'an, për shembull, Allahu subhanahu wa taala ka përngjasuar ujin me gurin. Do të thënë në vërshimin e Nuhut alayhis salam, ka thënë wa hiya tajri fil mawji kal jibal. Do të thënë do thotë ajo ania ka ecur në përval si kodrat, si malet. Në cili prej njerëzve e kupton këtë fjali se ato valët kanë qenë gur, male, do të thonë që kanë ecur. Kjo nuk është, askush nuk e kupton këtë. Do të thonë, e kupton se është përngjasimi për një aspekt, do të thonë për madhësinë ose diçka të tillë ose për fuqinë e tyre. Prandaj edhe këto, do thotë, kjo është te krijesat. Edhe është në të folurit e logjikshëm edhe të mençur. Pra kur thotë valët janë si male, do thënë askujt nuk i shkon mendja se është përngjasim i valës me malin ose me gurin, do të thënë ose dheun. Por uji është tjetër edhe ato janë tjera. Atëherë si ka mundësi që logjika e shëndosh të thotë që nëse Allahut i përmendet një cilësi që atë emër të cilësisë e kanë edhe krijesat, duhet me do e mos tjetë i ngjashëm, do të thënë Allahu me krijesat e tij. Dhe kjo nuk është
nuk ka lidhje me logjikën. Domethënë, pastaj ata njerëz ata që thonë këtë, patjetër do të bien në gabim sipas rregullave të tyre. Sepse kur themi se Allahu, më e pakta që ata duhet me dojë mos thonë, më e pakta është se Allahu ekziston, është ekzistencë. Edhe njeriu ekziston. A është ekzistimi i njeriut ose i krijesave njësoj si ekzistimi i Allahut? Asnjëherë. Allahu ka jetë, është i gjallë. A është gjallëria dhe jeta e Allahut, domethënë a krahasohet jeta e krijesave me jetën e Allahut subhanahu wa taala? Domethënë këto i pranojnë të gjitha këto sektet që i mohojnë cilësitë e Allahut. Pastaj disa prej tyre mohojnë edhe disa cilësi më shumë, për shembull, e mohojnë diturinë, edhe Allahu ka dituri, dhe njeriu ka dituri, edhe bleta ka dituri për shembull, edhe kafshët kanë një lloj dituri, edhe me lajket kanë dituri, a janë këto dituri të ngjashme me njëra tjetrën? A është njësoj si dituria e këtyre krijesave, domethënë mes veti? A është njësoj? Nuk është. Atëherë si mund të jetë patjetër dituria e krijesave njësoj si dituria e Allahut subhanahu wa taala? Domethënë, prandaj prej rregullave të Ehlusunnetit është kur flitet për qenjen e Allahut, është njësoj, domethënë kur flitet për cilësitë e Allahut është njësoj sikur kur flitet për qenjen e Allahut. Domethënë Allahu ka një qenje, një ekzistencë që nuk është si qenjet tjera, edhe gjithashtu ka cilësi që nuk janë si cilësitë tjera. Dhe gjithashtu rregulla tjetër, të flitet për disa cilësi është njësoj si për disa cilësi të tjera. Domethënë nëse për një cilësi ti thua, unë e pohoj për shembull diturinë, se Allahu ka dituri dhe kuptimi i saktë i fjalës dituri, por ajo dituri nuk ngjet me dituritë e krijesave, atëherë themi për secilën cilësi të njëjtën rregull. Kjo sa i përket pjesës parë të hadithit që, do të thonë shkurtimisht, sepse përket kanë shkruar dietar shumë dhe kanë folur shumë, janë mbajtur mësime, edhe kemi mbajtur diçka prej këtyre mësimeve dhe inshallah do të mbajmë përsëri për njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, por shkurtimisht në lidhje me zbritjen e Allahut në qiellin e parë, do të thonë ajo është zbritje e vërtet, si ka thënë Allahu, dhe realisht Allahu zbret, por ajo zbritje është si i takon madhrisë së Allahut. Nuk ka përngjasim, nuk ka ngjashmëri, edhe nuk bëjmë ne përshkrim të asaj ose shembullim ose t'japim shembuj, do të thonë se si është zbritja e tij madhështore dhe hyjnore e përsosur e Allahut subhanahu wa taala. Kjo zbritje është në këtë hadith kur mbetet 1/3 e fundit e natës. Dhe ka, domethënë, është zbritja e Allahut është përmendur në hadithe të shumta që janë mutawatira. Mirpo është interesant se në disa hadithe është thënë kur kalon 1/3 e parë, është në disa transmetime është kur kalon 1/3 e parë. Do të thonë kur mbeten 2/3 të natës. Në disa është kur kalon gjysma e natës. Në disa është kur mbetet 1/3 e fundit. Do të thonë, pra disa prej dietarëve kanë thonë ndoshta ndryshimi në këto hadithe është për shkak të ndryshimit të natës në vende të ndryshme. Edhe kjo është madhështore, pra që tregon se është e lehtë, do të thonë besohet në cilësitë e Allahut, edhe vetëm duhet të mblidhen të gjitha argumentet. Do të thonë se këto, do të thonë lidhje me zbritjen, por edhe në aspektin e vlerës së ibadetit, do të thonë këto argumente ndryshme tregojnë se adhurimi gjatë natës ka vlerë më të madhe, edhe namazi i natës, do të thonë pa marrë parasysh është në fillim të natës ose në mes të natës ose në fundin e natës, 1/3 e fundit, do të thonë është me vlerë të madhe. Dhe aty thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zbret Allahu në këtë hadith thot në 1/3 e fundit të natës dhe thot men yad'uni fa astajib la. Do të thonë kush është ai që më lutet që t'i përgjigjem, dhe kush është ai që kërkon që t'i jap, dhe kush është ai që kërkon falje, do të thonë bën istighfar që ta fal. Këto janë përmendur, do të thonë pavarësisht nga namazi. Do të thotë këto lutja në këtë pjesë të natës ose lutja gjatë natës
është e pranuar, edhe është më e afërt për pranim dhe për përgjigje te Allahu subhanahu wa taala, pa marrë parasysh a lidhet me të namazi ose jo. Domethënë ka mundësi që njeriu është fal një pjesë të natës, pastaj qëndron për të lutur, ose nuk është falur dhe vetëm është lutur, ose duke u falur lutet. Domethënë të treja ka mundësi vetëm ngrihet një kohë para namazit sabahut, edhe lutet direkt pa namaz. Ka mundësi që bën namaz dhe pas namazit lutet. Domethënë edhe kjo është e mundshme. Flasim për namazin e natës, do të thotë për këtë kohë të natës. Ose më e mira për gjitha këtyre është që të lutet brenda në namaz, siç është sqaruar, domethënë në vendet e lutjes, në sejdë dhe para selamit. Domethënë ajo është forma më e mirë, më e plotë, që të jetë edhe duke u falur, duke ju përulur Allahu subhanahu wa taala, duke ju afruar me këto ibadete dhe duke kërkuar. Domethënë kërkon prej nevojave të lloj-llojshme. Domethënë është përmendur kush është ai që më lutet, një herë në fillim, që t'i përgjigjem. Domethënë se lutjet në këtë kohë, pra siç tham, pranohen dhe është më e pritshme që të jenë të pranuara dhe të përgjigjura. Pastaj janë përmendur këto tjera që janë pjesë e lutjes, që kërkon nevoja të lloj-llojshme të dunjas ose të fesë, ose domethënë jetesës kësaj bote ose ahiretit. Domethënë kërkon njeriu dituri dobishme, përforcim në fe, që janë kërkesat fesë, ose kërkon pasuri halal, ose shëndet e kështu me radhë, kërkesat dunjas, ose për ahiret e kërkon xhenetin ose mbrojtje nga xhenemi. Dhe po ashtu pjesë e kësaj është edhe istighfari, kërkimi i faljes të së mëkateve. Domethënë kjo është pjesa më e mirë për bërjen e këtyre, domethënë për lutje, kërkesa dhe kërkim falje. Kjo është, domethënë nata në përgjithësi, ose gjysma e dytë e natës, ose në veçanti 1/3 e fundit e natës, domethënë është më e mira për t'ia drejtuar Allahu subhanahu wa taala këto kërkesa, sepse në atë kohë njëherë gafleti është shumë i shpërndar, domethënë shumica e njerëzve janë në gjumë në atë kohë. Domethënë shumica e njerëzve që nuk kanë vetdije për ahiretin edhe për adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, e kalojnë pjesën e parë të natës në argëtim dhe kotësi, dhe pjesën më të vlefshme të natës në gjumë, në gaflet, neglizhencë. Edhe prandaj ai njeri që zgjohet në atë pjesë, domethënë tregon, zgjohet e braktis gjumin, domethënë rahatin, atëherë tregon vendosmëri edhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sidomos nëse nata është e shkurtë për shembull, siç janë netët e verës, atëherë tregon edhe më shumë. Domethënë se sa kur është nata e gjatë, kur pasi ngopet njeriu me gjumë. Edhe sidomos nëse është që ka punë të rënda gjatë ditës edhe lodhje, domethënë tregon përkushtim më të madh dhe më të madh. Edhe gjithashtu përkushtimi është më i sinqert, sepse në atë pjesë është larg prej shikimit të njerëzve. Edhe nuk e bën për asnjë interes, domethënë te njerëzit, as kërkim të lëvdatës, dhe askush nuk e sheh për njerëzve që ta vrej, që ta regjistroj, domethënë ta di se filani ngrihet natën falet, domethënë është larg prej shikimeve, larg prej interesave të dunjas, prandaj lutja në këtë kohë është më e përqendruar. Domethënë njeriu e ka zemrën më të mbledhur, nuk shikon a është duke ardhur dikush, a duke parë dikush ose diçka të tillë, por është i mbledhur, i përqendruar vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe është sakrifikim gjithashtu më i madh, prandaj lutja është më e pranuar. Prandaj ky hadith është nxitje e fuqishme, domethënë për të ngritur njeriu në këtë pjesë, për të falë namaz, për bërë lutje, kërkim të faljes, sidomos në fund të natës, domethënë para daljes së agimit të vërtet. Domethënë duhet ta kemi parasysh se ezani është i ndryshëm, domethënë vende ndryshme, në xhamit ndryshme, por ta kemi parasysh në kohën kur akoma ka natë, domethënë para daljes së agimit të sabahut.
Mirë, pastaj në hadithin e radhës, dhe që është tema tjetër, thot autori rahimahullah, babu qawli rajuli fulanun ja'dun aswad au tawilun qasirun yuridu sifata wala yuridu al-ghiba. Do thot, pra folëm për përgojimin më herët, dhe ishin disa tema për familjen e kështu me radhë, dhe kjo temë për zbritjen e Allahut në pjesën e fundit natës. Tani përsëri në lidhje me rregullat për përgojimin, ka thonë, do të thonë kjo temë kur njeriu thot filani është i zi për shembull, ose flokët kaçurrele, ose i gjatë, ose i shkurt, ose do të thonë diçka tillë që ka për qëllim përshkrimin e tij, që të njihet, do të thonë të dihet për kë bëhet fjalë, dhe nuk e ka qëllim përgojimin e tij. Pra ka thënë në zinxhirin e tij ka thënë haddathana Muhammad ibn Kathir قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت مثلا مكان زنجير برا ترانسميتون عائشة رضي الله عنها كثان استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع مثلا سودة رضي الله عنها كاكركوار ليا nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e Muzdalifës. Wa kanat imra'atan thaqilatan thabita fa adhina laha. Edhe ishte grua do thot e rënd dhe ngadalshme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lejoi. Thot qëllimi është se natën e Muzdalifës pas kthimit nga Arafati është obligim që haxhilerët të qëndrojnë në Muzdalife. Do të thënë kjo është nata e Bajramit, pas përfundimit ditës Arafatit, kur kthehen nga Arafati shkojnë në Muzdalife, dhe është obligim që të qëndrojnë deri në namazin e sabahut, dhe ta falin namazin e sabahut në Muzdalife. Ky është obligim. Por lejohet për ata që janë të dobët, edhe ose ata që kanë në grup dikën të dobët dhe që s'ka mundësi të, domethënë, të përballojnë turma të mëdha kështu me radhë, mund të shkojnë pas kalimit të mesnatës, mund të shkojnë në Mina dhe të qëndrojnë aty, pastaj kur të hyjë koha e sabahut i hedhin gurt dhe vazhdojnë pjesë tjera të haxhit. Dhe Sauda bintu Zam'a radhiyallahu anha, nana e besimtarëve, që është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është gruaja e parë me të cilën është martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Khadijës radhiyallahu anha. Dhe ka qenë, do të thënë, i ka vdekur bashkëshorti asaj në hijretin në Abisini, edhe ajo ka qenë prej atyre që kanë bërë hijret, do të thënë, edhe i ka vdek bashkëshorti, atëherë e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet ta dim historinë e secilës prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në detaje dhe i kuptojmë qëllimet madhështore për martesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo grua që, do të thënë, në periudhën e Mekës e keni parasysh se sa ka qenë vështirë për muslimanët në përgjithësi, për burrat edhe për gratë, edhe për tritë edhe për pleqt, ka qenë vështirësi shumë e madhe. Mirëpo kuptohet se ato gratë, shembull, që janë më të dobta, edhe që i ka braktis familja, edhe madje edhe i kanë luftuar. Familja i ka luftuar këto gra që e kanë pranuar Islamin, dhe pastaj ajo ka ikur nga Mekja në Abisini, në Etiopi, domethënë, ose Abisinia do thotë ka qenë një shtet që përfshin Etiopin dhe Sudanin, përafërsisht edhe shtete tjera si Djibouti e kështu me radhë në atë vend të Afrikës, në atë pjesë të Afrikës, janë shpërngulur atje. Dhe këta që janë shpërngul prej banorëve të Mekës në Abisini kanë qenë edhe më të luftuar dhe më të armiqësuar nga mushrikët e Mekës. Edhe ata me vërtet nuk kanë pas askund vend që të kthehen ose që të jetojnë, do thotë. Tani kësaj gruaja i ka vdekur burri në këtë hijret. Atëherë, do të thonë, ajo ka qenë e lanë, e vetme, pa asnjë ndihmës, pa asnjë përkrahas dhe me
shumë armiq. Atëherë e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është martuar me ta. Edhe nëse nuk gaboj ka qenë dikun përmi 40 vjeç ose diçka e tillë ose më shumë, Allahu alem. Se në Medinë është plakur shumë, domethënë. Edhe gjithashtu siç e ka përshkruar Aisha radhiyallahu anha, ka qenë edhe e rëndë, domethënë se ka pasur peshë më shumë, edhe nuk, domethënë atëherë në Medinë kur janë qetësu çështjet, është rregullu, është sistemuar shteti i muslimanëve, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur ndërmend që ta divorcojë. Dhe ajo ka thënë, unë dëshiroj që të jem gruaja jote në xhennet, prandaj natën time ja fal Aishës, edhe atëherë vetëm domethënë që mos jetë e divorcuar, të jetë grua bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse atë hakun e saj, domethënë, ja ka dhuru Aishës radhiyallahu anha. Thotë, prandaj në haxhin e lamtumirës, atëherë ka pas vështirësi, domethënë edhe për ecje, ka thënë kanat thaqilatan thabita. Domethënë ka qenë e rëndë dhe e ngadalshme, domethënë nuk ka mund të ecë, edhe sidomos domethënë kur të bëhen turma të mëdha për të shku nga Muzdalifa në Minë, ka kërku leje që të shkoj pas mesnatës dhe i ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë Aisha radhiyallahu anha, lejteni, domethënë sikur të kisha kërku edhe unë leje, domethënë ta kisha ditur vështirësinë kur vinë gjithë njerëzit te gurt, domethënë për të hedhur gurt në Mina, do të kisha kërku, më mirë të kisha kërku edhe unë leje. Po qëllimi, pra pse ka sjell autori rahimahullah, Imam Buhari ka sjell këtë hadith, domethënë për të treguar se përmendja disa cilësive kur janë për përshkrim, dhe në këtë rast këtu domethënë që të merret vesh shkaku i kërkimit lejes. Domethënë ka kërkuar leje se ajo nuk ka mundur domethënë ti arri të tjerët në ecjen e tyre dhe ka pas vështirësi kështu me radhë. Prandaj ka përmend këto dy cilësi që ka qenë e rëndë, domethënë me peshë, dhe e ngadalshme. Pra kjo nuk hyn në temën e gibetit, përgojimit. Nëse është rasti për përshkrim të nevojshëm, kur ka nevojë domethënë që të përshkruhet diçka, edhe nëse është cilësi jo e këndshme. Pastaj në temën tjetër thot babu men lam yara bi hikayati al-khairi ba'san. Domethënë tjetër çështje, imitimi i dikujt në lëvizje ose në të folur e kështu me radhë, është i ndaluar. Mirë po imitimi i për të mirë, domethënë asaj që është e mirë, nuk ka ndalesë, do thotë. Thot haddathana Musaddad, qal haddathana Hammad ibn Zaid an Asim ibn Bahdala an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Pra thot nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet me këtë zinxhir se ka thënë lemma qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunain bil Ji'rana izdahamu alayhi. Thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të shpërndaj ato plaçkat e luftës, prenë e luftës të Hunenit në vendin ose në fshatin që quhet Ji'rana. I ka shpërndar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha ato që i kanë fituar, domethënë nuk ka ndalur diçka për vete. Edhe nuk ka vrapur domethënë pas pasurisë, por të gjithën e ka shpërndar. Edhe u ka shpërndar shumë muslimanëve të ri, madje edhe disa prej mushrikëve, të cilët ka marrë shpresë se do të hyjnë në Islam. Domethënë e ka shpërndar këtë pasuri që kanë qenë pasuri të mëdha, se e dini ata banorët e Taifit kanë ardhur me gjithë pasuritë, se kështu i ka këshillu plaku i tyre që mos ikin nga lufta. Domethënë gjithë pasuritë edhe familjet edhe fëmijët e robrit e kështu me radhë, gjithë i kanë sjell. Edhe mirë po përsëri kanë ikur, do thotë edhe i kanë lënë, atëherë kanë mbetur pasuritë shumëta për muslimanë. Të gjitha ato i ka shpërndar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur duke i shpërndar, më thënë njerëzit shumë janë grumbullu edhe janë mbledhur rreth tij, edhe kanë shkaktuar
vështirësi dhe dame gjithashtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, inna abdan min ibadillahi ba'athahu Allahu ila qaumin fakadhabuhu wa shajjuhu. Ka thënë një prej robërve të Allahut, Allahu e ka dërguar te një popull, do të thënë pejgamber, dhe ata e kanë përgënjeshtru, nuk i kanë besuar dhe e kanë lëndu, e kanë plagosur, do të thënë e kanë sulmuar, e kanë rrahur kështu me radhë, saqë ja kanë çaf fytyrën ose kokën, sepse arabisht shajje, do të thënë plag në fytyrë ose në kokë. Do të thënë e kanë plagos në fytyrë dhe në kokë. Thot fe kana yamsahu ad-dama an jabhatihi wa yaqul, dhe ai e fshinte gjakun nga balli i tij dhe thoshte Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Do të thonë Allah falë popullin tim se nuk din. Do thotë këtë ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të shumta, i ka përmendur pejgamberët e mëparshëm. Do të thonë se i ka marrë shembull dhe i kanë ndjekur. Si ka thënë Allahu, ulaika alladhina hada Allah, do të thonë ata janë këta që i ka udhëzuar Allahu, fa bi hudahu muqtadi. Do të thonë dhe sipas udhëzimit të tyre udhëzohu, ec në rrugën e tyre. Edhe këtë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në secilën situatë kur ka ardhur në një rast, pra ka përmendur edhe i ka lëvduar pejgamberët e mëparshëm dhe i ka marrë si shembull. Edhe kjo gjithashtu është një prej argumenteve të pejgamberllokut të tij. Pra nuk është e mundshme ajo që thonë mosbesimtarët dhe armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është e mundshme, do të thonë që të jetë një gënjeshtar që në secilën situatë vështirë të marrë shembull të dërguarit e mëparshëm të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ka thënë këtë rob të Allahut, edhe kjo është shprehje e dashurisë, do të thënë pra robi i Allahut është pozita më e lartë që njeriu të jetë robi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra të gjitha krijesat janë robër të Allahut. Mirë po, kur përmendet në këtë mënyrë, do të thënë është ngritje e pozitës edhe veçori, do thotë. Ajo kur thuhet ky është robi i Allahut, do të thënë është ngritje për ta dhe veçim, do të thënë në pozitë më të lartë, afrim më shumë, do të thënë që i përshkruhet Allahut subhanahu wa ta'ala. E ka dërguar Allahu këtë rob të tij dhe njerëzit e kanë përgënjeshtruar, nuk i kanë besuar, e kanë sulmuar dhe e kanë lënduar, dhe duke e fshi gjakun nga balli, ka thënë, o Allah, falë popullin tim se ata nuk din. Thot Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, fa ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yahki ar-rajula yamsahu an jabhatihi. Do të thonë, e shihja, do të thonë sigur tani sikur në këtë moment jam duke e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si e fshinte ballin dhe do të thonë e imitonte atë pejgamber prej pejgamberëve. Prandaj do të thonë ky është argument se imitimi i një gjëje të mirë te dikush nuk është haram. Do të thonë ky është gjithashtu ky argument. Ky hadith është argument se Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhuruar pejgamberëve të tij durim, qëndrueshmëri dhe i ka pajisur me mëshirë për njerëzit. Kanë qenë të mëshirshëm. Aq shumë, do të thonë që s'kan qenë njerëz të zakonshëm. Nuk kanë pasur mëshirë ndaj të tjerëve, njerëz të zakonshëm si kanë pasur pejgamberët e Allahut. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dhe gjithashtu edhe kjo, pra thamë, është një prej shenjave të pejgamberllokut, edhe lajmërimi për detajet e veprimeve të pejgamberëve të mëparshëm ose të popujve të mëhershëm ose lajmeve të vjetra antike, do thotë i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dituri që i ka ardhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj në hadithin e radhës dhe në temën tjetër, thot autori rahimahullah, babu qawli rajuli halaka an-nas. Do të thonë kur njeriu thot njerëzit janë shkatruar.
çka do thotë, do të thonë çfarë argumenti ka për këtë njeri. Ka thënë haddathana Ismail, qala haddathani Malik an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Pra nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sami'ta ar-rajula yaqul halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum." Do të thënë kur ti dëgjosh kur ta dëgjosh një njeri që thot njerëzit janë të shkatruar, ai është më i shkatruari. Do të thonë nga mesi i tyre. Pra kur njeriu i nënçmon njerëzit në përgjithësi edhe shprehet, do të thonë me këto shprehje nënçmuese, janë të shkatruar, janë të prisur të gjithë njerëzit, ose nuk merr vesh askush, ose do të thonë fjalë të këtilla që janë në gjuhët e njerëzve shumë. Do të thonë ai njeri është më i prisuri, më i shkatruari, më spaku që merr vesh. Do të thonë nëse i duken se askush tjetër nuk merr vesh, ose askush tjetër nuk është në rregull, po janë të prisur dhe të shkatruar, do të thonë ai është më i shkatruari. Ka disa prej dietarëve kanë thënë se ka dallim, do të thonë te fjala e fundit, disa e lexojnë me dhamme ahlakuhum, disa me fatha ahlakahum. Edhe ka, pra të dyja këto janë në gjuhën arabe dhe kanë kuptim të ndryshëm. Fa huwa ahlakuhum, do të thonë ai është më i prisuri, më i shkatruari i tyre. Kurse ahlakahum, do të thonë ai i ka prisur njerëzit. Ai njeri që thotë se njerëzit janë të prisur ose të shkatruar, ai është që i ka shkatruar. Dhe me të dy kuptimet, do të thonë kjo do thotë se është fjale e ndaluar. Nuk i lejohet njeriut që të thotë se s'ka hajër të njerëzit, ose janë gjithë të prisur, ose gjithë mashtrues, ose askush nuk merr vesh, ose diçka, do të thonë të ngjashme. Ky hadith tregon se është ndaluar kjo fjalë. Dhe ose është kuptimi se ai është më i prisuri prej tyre, ose është kuptimi se ai pretendon se ata janë të prisur dhe i nënçmon. Do të thonë qëllimi është se ai i bën të prisur ose i prish, pra i paraqet si të prisur ose si të shkatruar njerëzit para të tjerëve. Ai, do të thonë, pretendon këtë dhe kjo shumë shpesh kjo fjalë çon deri te vetpëlqimi dhe mendemadhësia. Do të thonë njeriu pretendon se ai është më i miri. Do të thonë thotë nuk ka mbetur hajër të njerëzit, askush nuk është i mirë kështu me radhë. Do të thonë se vetëm unë jam, askush nuk është në rregull. Pra kjo fjalë është e ndaluar. Nëse e thot në këtë mënyrë për nënçmim të tjerëve, edhe për kuptim të ngritjes vetvetes, atëherë është haram kjo fjalë, edhe mëkat i madh. Por nëse e thot nga keqardhja, për shembull për një realitet që duhet të trajtohet, me thonë se gjithë njerëzit kanë deviju, ose janë largu prej fesë, ose nuk kanë dituri, do të thonë ajo që është një realitet për cilin brengoset njeriu. Dhe kjo bisedë është për, do të thonë, në drejtim të përmirësimit, që të marrim hapa konkret dhe të bëjmë shkaqet për përmirësimin e tyre, atëherë është në rregull. Por kur e bën me mendemadhësi dhe vetpëlqim i nënçmon të tjerë, atëherë është ai njeriu është më i prisuri dhe më i shkatruari. A dini sa u bën? 50. Mirë. Tjetër hadith, edhe tjetër temë, ka thënë autori rahimahullah, bab la yaqulu lil munafiqi sayyid. Do thotë, nuk lejohet t'i thuhet munafikut zotri. Ka thënë حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمثال transmetohet nga Burejda radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la taqulu lil munafiqi sayyid, mos I thoni munafikut zotri, fa innahu in yaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Do të thonë nëse ai është zotria juaj,
atëherë ju e keni zemru Zotin tuaj subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, munafik është njeriu, njëherë munafik në akide, ose munafik në besim, është njeriu që në zemër e ka kufrin dhe shirkun, ose ka një fe tjetër, dhe në dukjen e jashtme tregohet si musliman, do të thënë e tregon islamin. Ky është munafik me kuptimin e plot dhe është, do të thënë, pra munafik dyftyrë ose hipokrit në besim. Dhe gjendja e tyre është gjendja më e rëndë prej të gjithë njerëzve. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Do të thënë munafikët janë në gradën më të ulët të xhehenemit. Do thotë më poshtë në xhehenem janë munafikët, pastaj mbi munafikët janë mushrikët, edhe të tjerë. Do të thonë se ata të cilët e kanë zgjedhur këtë rrugë, do të thonë që janë treguar më të poshtrit në dunja, se kur janë takuar me besimtarët kanë thënë ne jemi besimtarë. Pastaj kur janë veçuar me shejtanët e tyre, për njerëzve dhe për xhinëve dhe me mushrikët, janë treguar të nivelit më të ulët. Edhe kanë thënë ne jemi me ju, ne vetëm jemi tallë me besimtarët. Do të thonë janë më të ulët se mushrikët e dukshëm. Prandaj në xhehenem janë më poshtë se mushrikët e dukshëm. Edhe këta munafik, do të thënë zemra, realiteti i zemrës nuk ka mundësi të jetë i njohur për njeriu. Atë di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mirpo ka munafik disa shenja që përmes të cilave njihen, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Do të thonë do t'i njohësh në rrëshqitjet e gojës. Do të thonë vrehet munafiku me disa fjalë, me disa veprime, dhe ka disa cilësi që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ayatul munafiqi thalath, do të thonë shenja e munafikut janë tri cilësi. Idha haddatha kadhab, do të thonë gënjen kur flet. Wa idha wa'ada akhlaf, kur jep premtim e kundërshton premtimin. Wa idha tumina khan, edhe kur i lihet në besim diçka, tradhton. Edhe në tjetër transmetim janë përmendur 4, edhe ka thonë, do të thonë janë të rendura ndryshe, ka thonë wa idha ahada ghadar, do të thonë kur e jep fjalën ose kur bën marrëveshje, do të thonë merresh vesh me ta, atëherë tradhton. Wa idha khasama fajar, edhe kur kundërshtohet, atëherë kemi thënë dhe kuptimi është shpërthen, do të thënë i kalon të gjitha kufit. Pra kur kundërshtohesh me ta, atëherë nuk i intereson a thot vërteta ose gënjeshtra, shpifje, ka diçka që ai e di realitetin, mirëpo pasi njerëz nuk e dinë, paraqitet sikur edhe ai nuk e di, edhe flet me këto gënjeshtra, do të thonë, sulme, nuk zgjedh mjete për ta dëmtuar kundërshtarin e tij, a janë halal ose haram. Do të thonë me rëndësi, ky është shpërthim eksplodim, do të thonë ose dalje prej gjitha kufive në kundërshtim. Me nënçmime, do të thonë nëse je kundërshtuar për një shishe uji, atëherë fillon gjithë historinë tënde dhe familjen dhe ata, do të thonë farefisin e shanë, zbulon, do të thonë ti e dim se ke preardhje kështu, ke ashtu, je spion, do të thonë i shkiheve kështu me radhë. Do të thonë të gjitha llojet e sulmeve, pa marrë parasysh a ka diçka të vërtetë ose s'ka të vërtetë, ose a lidhet me temën ose s'lidhet me temën, do të thonë kjo është cilësia e munafikut. Ky njeri, nëse i ka këto cilësi, ose ka, do të thënë, ka nifak të dukshëm, që shoqërohet për kundër muslimanëve, do të thënë me mosbesimtarë të kështu me radhë, nuk lejohet atij, ose është mëkatar, gjithashtu, mëkate të dukshme që bën, edhe padrejtësi u bën njerëzve, dhe janë, do të thënë njerëzit janë të paqetë prej tij, s'kan qetësi prej tij. Atëherë, ti thuhet atij ti je zotri, ose ti je zotria jon, ose ti je i pari jon, do të thënë kjo është haram. Do të thotë sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ai është zotria juaj, atëherë ju e keni zemru Allahun.
Do të thonë, kuptimi i kësaj pjese të hadithit është që nëse me të vërtetë atë keni udhëheqës, zotëri që e dëgjoni dhe i bindeni, patjetër se e keni zemruar Allahun. Duhet edhe ju me qenë munafika si ai, që mi dhon atij pozitë. Do thënë edhe ju keni dyftërsi, sepse e njihni të keqen te ai, edhe prapë bëni të parin tuaj, do të thonë, edhe ju e keni zemruar Allahun subhanahu wa taala. Ose është vetëm fjala gjithashtu. In yaku sayyidakum, do të thënë nëse ai është zotëria juaj, do thotë nëse i thoni ju atij zotëri, vetëm me këtë fjalë, atëherë e keni zemruar Allahun subhanahu wa taala. Do thotë ky është qëllimi i këtij hadithi, se nuk lejohet të respektohet i keqi, ose të vihet në pozitë ai që është i prishur edhe që është munafik ose mëkatar ose i padrejtë e kështu me radhë. Edhe është e qartë se njerëz patjetër do ta kenë udhëheqës atë që është si ata. Nuk mundet, do të thonë, nuk mundet me pas me laike që i udhëheqin shejtan. Do të thonë patjetër, nëse udhëheqësi është shejtan, do thotë edhe populli i tij janë ose grupi i tij ose ata shokët e tij janë shejtan. Nuk mundet me qenë shejtani me udhëheq me laiket. Prandaj duhet pas shumë kujdes që njeriu mos i japë pozitë nëse ka ndonjë interes, për shembull se një njeri të fuqishëm që i friksohen gjithë atij për shkak padrejtisë që e bën. Mos i jep atij asnjëherë respekt, edhe mos e llogarit se ose me arre shpinën si thuhet ose lëvdata me thurr atij, ato janë haram. Atëherë me këto, do të thonë, e zemron Allahun subhanahu wa taala. Tjetër në temën e radhës ka thënë babu ma yaqulu ar-rajulu idha zukki. Do të thonë çka duhet të thotë njeriu kur të lëvdohet, kur ta lëvdoj dikush ose kur i jep tezkije dikush, si duhet thotë. Thot حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك ابن فضالة عن بكر ابن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاه قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي دمثن ثوت عدي ابن أرطاه وسا أرطاه دمثن نشت أمريتي عدي ابن أرطاه وسا عدي ابن أرطاه كثان kur dikush prej sahabeve lëvdohej, do të thënë nga dikush tjetër, dikush e lëvdonte dikon prej sahabeve, ai thoshte Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Do të thënë Allah, mos më merr mua në llogari për atë që e thon këta dhe mi fal ato që nuk i din këta. Do thotë pra njeriu duhet të jetë gjithmonë modest para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe njeriu e njeh veten e tij. Balil insanu ala nafsihi basira. Do të thënë njeriu shumë mirë qartë ka dituri për veten e tij. Dhe kanë thënë disa prej dietarëve të selefit që ai i cili e njeh veten me të vërtetë nuk e mashtrojnë lëvdatat. Pra pse të lëvdojnë njerëzit, kjo nuk e ndryshon realitetin tonë. Ti duhet të jesh i vetëdijshëm për atë që me të vërtetë e ke. Edhe unë do ta kisha shtu edhe tjetër gjithashtu, edhe ai që e njeh veten e vet, gjithashtu edhe nuk e dekurajojnë sharrjet e njerëzve. Pra njeriu që e njeh Zotin e vet fillimisht, e adhuron Allahun, është robi i Allahut dhe e di realitetin e vetvetes, si ka mundësi të rritet mendja pse ata që nuk e din e lëvdojnë, ose të pengohet dhe të shkurajohet nga veprat e mira dhe nga sjellja e dobis, nëse e sulmojnë armiqtë e tij që gjithashtu edhe ata nuk e njohin. Më thënë i thonë ti je i paaft, ti nuk di të flasësh për shembull kështu me radhë, ose ti nuk i frigohesh Allahut. I thonë njerëzve të sunetit shumë, domethënë bidatxhit. Ju atyre u rritet mendja, se mendojnë se janë adhurues sepse kanë shtu në fenë e Allahut diçka, edhe kjo është mëkat, mirëpo kështu ka rrit mendjen shejtani. Edhe u thonë njerëzve të sunetit, ju nuk i frigoheni Allahut, ju vetëm flisni për njerëz, nuk bëni ibadet. Kjo tani kur njeriu e njeh veten e vet, nëse e di që me të vërtet ka mangësinë në ibadet, duhet të përpiqet për përmirësim.
dhe kur e nje rrugën e vërtet, nuk ka pse ta dekurajojnë, ta ndalin, do të thënë ata sharsit dhe ofenduesit. Edhe gjithashtu nuk i arritin mendjen, nuk e bëjnë të vetëpëlqyer lëvdatat e përkrahësve. Por ai i friksohet Allahut subhanahu wa taala, kthehet tek Allahu me pendim dhe kthehet te Allahu gjithmonë për përmirësim të lidhjes së tij me Zotin subhanahu wa taala. Prandaj sahabët që janë edukuar te edukatori më i mirë i njerëzimit sallallahu alaihi wasallam, nëse i ka lëvduar dikush, ka thënë Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Do të thënë, o Allah, mos më merr mua në llogari për atë që e thon. Se ata thon fjalë që janë me ndjemadhsi, do të thënë, ata mund të thon fjalë se ti mashallah shumë i devotshëm e kështu me radhë, kurse ti e di mangësinë tënde ndaj Allahut. Edhe kërkon tek Allahu njerë se unë nuk jam përgjegjës për këto fjalë që i thon. Mos më merr në përgjegjësi mua për atë që e thon. Dhe waghfir li ma la ya'lamun. Sheikh Al-Albani e përmend të transmetuar nga Abu Bekri radhiyallahu anhu, që ka thënë edhe një tjetër fjali, waj'alni khayran mimma yadhunnun. Edhe më bëj më të mirë se sa mendojnë ata. Do të thonë, ata mendojnë kështu, unë nuk jam as në atë nivel që e mendojnë ata, por ne i lutemi Allahut që të na përmirësoj, na bëj edhe më të mirë se na mendojnë njerëzit. Waghfir li ma la ya'lamun. Edhe falmi ato që nuk i din. Do të thonë ka shumë mangësi edhe mëkate që nuk i din njerëzit. Prandaj se si kanë thënë disa prej selefëve të kishin ditur ose kanë thënë të kishin pas mëkatet tona askush nuk na ishte afru. Do të thënë askush nuk i di mëkatet tona dhe kjo është mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala që na ka mbuluar dhe na ka mëshiruar, na ka ruajtur nderin. Për këtë duhet ta falenderojmë Allahun. Mirë po, duhet i kërkojmë falje Allahut për mëkatet që ata nuk i dinë dhe prandaj na lëvdojnë. Edhe një të ta marrim, ose edhe dy hadithe. Thot në këtë njëjtën temë, pra ka thënë në lidhje me fjalën za'ama, pretendon, do ta sqarojmë çka është qëllimi. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Asim an al-Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Qilaba anna Aba Abdillah qala li Abi Mas'ud au Abu Mas'ud qala li Abi Abdillah. Në më thonë, është transmetuar me këtë zinxhir se Abu Abdillah i ka thonë Abu Mas'udit, ose Abu Mas'udi Abu Abdillahit. Abu Mas'ud al-Ansari, do të thënë dihet, nuk është Abdullah ibn Mas'ud, do të thënë se ka mundësi të ngatrohet te njerëzit. Është prej ansarëve, edhe është prej pjesëmarrësve, do të thënë të luftës së Bedrit. Kurse Abu Abdillah, shumë prej dietarëve kanë thënë se nuk është e qartë për kë bëhet fjalë, kush është ky Abu Abdillah. Mirë po më shumë prej dietarëve thonë se ka mundësi të jetë Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. I ka thënë njëri tjetrit, ose Abu Mas'udi Hudhaifas ose Hudhaifa Abu Mas'udit, ka thënë ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi za'am. Do të thonë çka ke dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhe me fjalën za'ama, pretendohet, thuhet ose pretendohet, do të thënë është qëllimi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi samatiyatur rajul. Do të thënë është mjet shumë i keq i njeriu. Kjo fjalë. Qëllimi i këtij hadithi është për verifikimin e lajmeve dhe për thënien e të vërtetës. Do të thënë që njeriu gjithmonë ta thotë vërtetën. Dhe nuk është në rregull që për ta kalu fjalën e tij, që ndoshta nuk është i sigurt, ose e di se është gënjeshtër, e di se është e pavërtet, si thonë njerëzit, ose kanë thonë, ose të ne thonë, rrën e kam një, rrën për thonë, këto janë të ndaluara. Këto janë, dëmë thënë, bi se metije, pra shumë mjeti keq, mjeti, dëmë thënë, ku hip njeri unë mjet, për të udhtu, për të shkuteri, për të arritur deri dikun. Kjo fjalë pretendohet, ose thuhet, ose thonë njerëzit,
Më thënë është shumë mjet i keq për të arritur njeriu të qëllimi i tij, për ta përhapur gënjeshtrën e tij. Nëse e bën me qëllim. Nëse nuk e bën me qëllim, gjithashtu është gabim. Gabim është që të bazohet në kanë thënë, ose është thënë, ose thuhet, ose kam dëgjuar. Nuk është në rregull. Thotë nëse njeriu e di fjalën sakt, thotë ka thënë filani. Edhe ai filani verifikohet a është i besueshëm ose jo. Por thuhet, përhapet, kam dëgjuar se flitet kështu, do të thënë këto janë thash nëse e bën me qëllim, do të thënë është gënjeshtar. Por edhe do të thënë është e qartë kjo se është gënjeshtar. Edhe nëse e bën pa qëllim, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ai që flet çdo gjë që dëgjon, do të thënë është një prej gënjeshtarëve. Pra çdo gjë që i vjen e transmeton më një herë thotë, atëherë nëse ka qenë ajo vërtet, ka shpëtuar. Por nëse ka qenë gënjeshtër, ai e ka përgjegjësinë, edhe quhet edhe ai gënjeshtar, sepse e ka transmetuar fjalën pa verifikim. Pra ka thënë kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Do të thonë mjafton që njeriu të quhet gënjeshtar nëse flet çdo gjë që dëgjon. Do të thonë çdo fjalë që i vjen, edhe sidomos kur e sheh se i pëlqen ajo fjalë, do të thonë i bën ndonjë dobi për interesat e dunjas ose për ta sulmu dikën tjetër e kështu me radhë, edhe më njëherë transmeton, është ai mjafton kjo, do të thonë që quhet gënjeshtar, sepse ai transmeton edhe gënjeshtrat edhe të vërtetat pa dallim. Dhe gjithashtu kjo zaame, do të thonë gjuhën arabe, po qëllimi është me këto kuptime, me pretendohet ose thuhet ose kanë thënë, thonë njerëzit, do të thënë këto janë fjalë që i kanë bërë mosbesimtarët. I ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, za'ama alladhina kafaru allan yub'athu. Do të thënë kanë pretenduar mosbesimtarët, ose është pretenduar në mesin e tyre se nuk do të ringjallen. Prandaj kjo fjalë, do të thënë është fjalë e qortimit. Janë qortu këtu mosbesimtarët. Prandaj nëse thuhet pra në këtë mënyrë që e shpjeguam, pretendohet ose thuhet ose është thënë në këtë mënyrë që e tham ose përsërisim, por nëse thuhet konkret, për shembull, erdhi filani dhe pretendoi se ti i ke bërë padrejtësi, shembull, ose pretendoi se ti ke qenë filan vendin, kjo është e lejuar. Do të thënë tha filani se ti ke vepruar kështu ose diçka, do të thënë që do ta verifikosh, atëherë lejohet, më thënë pretendon zam, pretendon, do të thënë këtë kuptim lejohet. Mirë, po ajo që është e qortuar është që mos jetë ky mjet për reklamimin ose për depërtimin e gënjeshtrës vet. Do të thënë mos jetë ky mjet, do të thënë edhe për ta hequr përgjegjësinë, se nëse merret në përgjegjësi këtu i thuhet, po unë vetëm thash se njerëzit kanë thënë, unë nuk pohova ose kështu. Kjo nuk është rrugë e besimtarit të sinqert. Besimtari është i sinqert, i qëndrueshëm, i qartë edhe i paluhatshëm. Do të thënë tregon të vërtetën. Kur ka dobi, jo me fol çdo fjalë që vjen në përgoje, në përveshje kështu, çdo fjalë nuk lejohet, do të thënë nuk është morali besimtarit. Mirë, kemi edhe disa, po në lidhje me këtë temë dhe ky hadith i fundit, thot babu la yaqulu li shay'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamuhu. Do të thënë nuk lejohet për njeriu që të thot për diçka që nuk e di, Allahu e di. Pra ka thënë Imam Bukhari haddathana Ali ibn Abdullah قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه. Pra ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mos thot njeriu për diçka që nuk e di, Allahu e di. Wallahu ya'lamu ghayra dhalik. Kurse Allahu di diçka tjetër. Fa yu'allimu Allaha ma la ya'lam. Edhe në këtë mënyrë njeriu do të thonë sikur e mëson Allahun diçka që Allahu nuk e di. Fa dhaka 'inda Allahi 'azim, sepse kjo është shumë e rëndë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka është qëllimi? Qëllimi është kur për dy raste. Rasti i parë kur njeriu e di se është duke gënyer, nuk e thot të vërtetën, dhe nuk do
të betohet që mos bjerë në betim të rrejshëm, edhe thot e di Allahu se është kështu. Edhe kjo fjalë nëse njeriu e di se është duke gënyer, dhe se nuk është ashtu, dhe thot e di Allahu se është kështu, do të thonë atëherë i përshkruan diturisë Allahut gabim. Do të thonë se di Allahu diçka që nuk është e vërtetë, atëherë kjo fjalë është fjalë e kufrit. Do të thonë që njeriu ti përshkruaj diturisë Allahut gabim. Por kur nuk është i sigurt për diçka, nuk është i sigurt, edhe thotë e di Allahu se është kështu, nuk betohet se nuk është 100% i sigurt për të betu, po thotë e di Allahu se është kështu, edhe kjo është, si ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, sikur është duke mësu Allahun, diçka që ndoshta është ashtu, ndoshta nuk është. Do të thonë ti nuk e di sigurt se është ashtu. Atëherë, si mund ti mveshësh diturisë Allahut diçka për cilën ti nuk je i sigurt? Edhe kjo është, do të thonë, sigurt ti mësosh Allahut atë që Allahu nuk e di. Prandaj, në këtë rast nuk lejohet, do të thonë që njeriu të thotë. Por nëse është i sigurt 100%, do të thonë që sepse njeriu duhet ta mendojë se do të dalë para Allahut për fjalët që i ka thënë, do të përgjigjet. Nëse e ka pa me sytë e tij, e di sakt një gjë, edhe thotë e di Allahu se është kështu, atëherë kjo nuk ka problem në këtë fjalë, por duhet pasur kujdes. Ose Allahun e kam dëshmitar, për shembull në këtë rast, kur është shumë plotësisht i sigurt njeriu, atëherë lejohet ti thot, përndryshe jo. Por a lejohet që të thot Allahu a'lem, se këtu është përmendur se Omeri radhiyallahu anhu ka dëgjuar një njeri kur është pyetur për diçka dhe ka thënë njeriu Allahu a'lem. Dhe ka qortu Omeri radhiyallahu anhu, sepse ai nuk e ka ditur dhe ka thënë Allahu a'lem. Si ka mundësi? Padyshim se sahabët kanë thënë kur i ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu a'lemu wa rasuluhu. Do të thënë Allahu është më i dituri dhe pastaj e di, do të thënë i dërguari i tij këtë përgjigje. Kjo është sepse sahabët kanë pas modesti, edhe e kanë ditur pozitën e vet, nuk i ka ardhur rënd sahabeve të thonë nuk e di. Edhe në këtë rast, do të thënë është e lejuar. Por kur njeriu nuk do të thotë, i vjen shumë rënd, disa njerëzve i vjen shumë rënd thotë nuk e di këtë përgjigje. Edhe për ta masku këtë, thotë Allahu a'lem. Do të thënë atëherë kjo është në kundërshtim me moralin e modestisë që jemi të urdhëruar. Do të thënë është mirë të mësohet më shumë njeriu që thotë nuk e di. Edhe normal, madje kur di diçka, edhe mundohet ta sqaroj, edhe më në fund thotë Allahu a'lem, atëherë kjo është cilësi e bukur edhe e lartë. Por vetëm kur nuk di, do të thënë maskon mosdijen e tij me këtë fjalë gjë si pretendim si është, do të thënë me edukat ndaj Allahut, këtë e ka qortu Omeri radhiyallahu anhu. Prandaj, do të thënë në lidhje me këtë, kur di diçka se nuk është ashtu dhe thot Allahu e di se është kështu, atëherë kjo është kufër. Kur nuk është i sigurt për diçka dhe thot Allahu e di, atëherë kjo është shumë e rrezikshme. Do të thënë edhe kjo mund t'i afrohet kufrit. Nëse nuk di diçka dhe thot Allahu e di, kjo është e saktë, mirë po është kundërshtim me modestinë. Më e mira është që thot njeriu unë nuk e di, pastaj bukur është nëse thot Allahu është më i dituri, ose edhe kur di diçka dhe thot më në fund Allahu e di më mirë, atëherë këto janë të mira dhe të preferuara. Mjaftojmë me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.